E qartë, kam thënë vazhdimisht, akuza është qesharake, është absurde, nuk bëhet fjalë as për korrupsion, as për përfshirje në krim të organizuar apo aferat të tjera, thjesht bëhet fjalë për një padi të ngritur ndaj meje për shkarkimin e një ish drejtori gjatë periudhës se unë kam qenë kryetari i bashkisë dhe në funksionin e kryetarit të asamblesë SHA Ujësjelës Kanalizime Shkodër. Ajo mos gaboj, thatë që personi pala gabuese është edhe i dënuar. Ndërkohë që unë, siç kam pas rasta çfarë është dënuar ky shtet të shikoj nga deklarimet e kolegëve tuaj gazetar, mjafton të googloni dhe shikoni vetë. Këto e kam nga kolegët tuaj gazetar. Por nuk ka rëndësi kjo, ne fokusohemi tek edhe njëherë domosdoshmëria e ndryshimit të realitetit të zymë që ka kap sot Shqipërinë. Ne fokusohemi tek objektivi ynë kryesor që kemi largimin e një qeveri ekstremisht të korruptuar dhe thirrjes për gjithë bashkëqytetarët tanë të na bashkohen në të rrugtim ton të fitores në 11 maj në zgjedhjet e ardhshme. Faleminderit ju.